Të ndaluarit nga Drejtoria e Ardhurave Publike dhe Inspektorati Shtetëror i Tregut ngarkohen për korupcion, keqpërdorime dhe falsifikime. Javnosta беше запознаена дека се водеше предистражна постапка за лица кои што беа вработени во Управата за јавни приходи, а поврзани на некој начин со Кочанскиот предмет, со тоа што во текот на минатиот ден и денеска се преземаат одредени действија, денеска се приведени нешто помалку, по моја информација, околу 10 лица и во моментот се вршат претреси на одредени локации. Lënda po udhëhiqet nën kompetencën e prokurorisë së Koçanit. Sipas njërive fillestare të prokurorisë, të dyshuarit ngarkohen për vepra penale, marrje dhe dhënje rishfeti, si dhe për keqpërdorim të pozitës dhe autorizimeve zyrtare. Дел од тие комуникации што беа презентирани во јавноста, дел се офатени, меѓутоа и дадена изјава од страна на обвинителството и од моја страна дека дел од тие електронски пораки и така натаму се дадени во судот, меѓутоа тоа само беше дел за тој предмет, тоа се поврзани и со овие лица. Për tragjedinë në Puls po zhvillohet edhe një hetim tjetër në të cilin përfshihen policët dhe për ta në gjysmën e parë të dhjetorit pritet të ngrihet akt akuzë. Dje në Shkup u mbajt seanca e parë gjyqësore për tragjedinë më të madhe në vend, në të cilën më 16 mars humbën jetën 63 të rinj dhe mbi 200 u lënduan.